Mirëmëngjes miq. A e dini se Bibla thotë që duart që japin nuk do të mbeten bosh? Njeriu bujar do të begatohet dhe ai që freskon të tjerët do të freskohet edhe vetë. Ekziston një paradoks i mbretërisë së Zotit që bota e ka të vështirë ta kuptojë. Në botë për të pasur më shumë, duhet të grumbullosh, duhet të mbledhësh më shumë. Ndërsa mbretërinë e Zotit, për të pasur më shumë, duhet të japësh më shumë. Ndërsa bota thot ruaj, kujdes, grumbullo, mblidh, Zoti thot jep, i bujar. Bota thot mendo për veten, Zoti thot beko dikë tjetër. Dhe pastaj vjen premtimi i jashtëzakonshëm i Zotit. Ai që freskon të tjerët, do të freskohet edhe vetë. Shikoni se interesante është historia që do ju tregoj. Në brigjet e detit të Galiles ekzistojnë dy masa të mëdha ujore që ushqehen nga njëjti burim, dhe burimi është lumi Jordan. Tani, njëra është deti Galiles. Merr ujë dhe lëshon ujin përsëri. Uji hyn dhe uji del, prandaj aty ka jetë. Ndërsa tjetra është deti i vdekur. Edhe ky det merr ujin, por nuk ka dalje. Merr, por nuk jep. Dhe pikërisht për këtë arsye quhet i vdekur. Çfarë ilustrimi? Jeta nuk përcaktohet vetëm nga ajo që hyn tek ne, ajo që ne marrim, por nga ajo që kalon nëpërmjet nesh, nga ajo që ne japim tek të tjerët, ajo që ne derdhim. Ka njerëz që duan vetëm të marrin dashuri, vëmendje, para, respekt, nderim, bekime, por Zoti nuk na krijoi të jemi rezervuar, ai krijoi të jemi lumej. Teksti nuk thot vetëm se njeriu bujar do të begatohet, por ai thot, ai që freskon të tjerët, pra ai që jep, do të marr, do të freskohet edhe vetë. Ky është ligji shpirtëror i bujarisë. Dhe bujaria nuk është vetëm financiare. Pra, mund t'japësh kohë, mund t'japësh kurajo, mund t'japësh falje, mund t'japësh një telefonat dikujt që ndihet vetëm, bosh, i braktisur. Mund t'japësh një fjalë shprese një njeriu që është duke u dorëzuar. Mund të hapësh derën e shtëpisë, mund të ndash bukën me të tjerët. Mund të lutesh për dikë që nuk ka më fuqi të lutet për veten. Bujaria nuk fillon me portofolin, por fillon me zemrën. Modeli suprem më i larti është vetë Krishti. Zoti nuk e shpëtoi botën duke mbajtur birin e tij, përkundrazi, duke ofruar, duke e dhënë. Bibla thotë që Perëndia kaq shumë e deshi botën sa dha birin e tij të vetëm lindurin. Pra, në qendër të ungjillit qëndron një Perëndi që jep. Ndoshta sot ti je duke i thënë Zotit, Zot, kam nevojë të më inkurajosh. Kam nevojë të më japësh këtë dhe atë, edhe atë tjetrën. Por Zoti mund të thotë, shko dhe inkurajo dikë. Ti mbas e i thua Zotit, Zot, kam nevojë për dashuri, por Zoti të thotë, fillo të duash dikë. Ti mbas e i thua Zotit, Zot, kam nevojë për dikë që të kujdeset për mua, por Zoti të drejtohet me fjalët, shko kujdesu ti për dikë tjetër. Ndonjëherë freskimi që kërkojmë nga Zoti na pret në rrugën drejt njeriu që ne duhet të japim, duhet të freskojmë dhe të bekojmë. Ndaj mos pyet më veten, kush do të më bekojë mua sot, por pyet, për kë mund të bëhem unë bekim. Duart që janë vazhdimisht të mbyllura për të mbajtur, nuk mund të mbarrin asgjë të re. Por duart që hapen për të dhënë, janë gjithmonë të hapura edhe për të marrë. Mos u bë sot një det i vdekur. Mos jeto vetëm duke marrë, por bëu një lumë. Le të kaloj përmes teje dashuria e Zotit, bekimi i Zotit për njerëzit që të rrethojnë. Le të kaloj përmes teje mirësia, falja, bujaria, buka, përqafimi, fjala e mirë, shpresa, koha, lutjet për të tjerët. Shkrimi i shenjtë premton, ai që freskon të tjerët do të freskohet edhe vetë. Ndaj miku im, me këto të vërteta në zemër, le t'i lutemi Zotit këtë ditë. Zot, më çliro nga një zemër që vetëm kërkon të marr. Njeh zemrën tënde një zemër bujare. Më bëj bekim për dikë sot. Kur shoh të lodhurin, më ndihmo ta freskoj. Kur shoh të vetmuarin, më ndihmo t'i afrohem. O Zot, kur shoh nevojat, mos lejo që të jem indiferent.
Bëj që jeta ime të mos jetë një rezervuar që grumbullon bekimet e tua, por një lumë përmes të cilit bekimet e tua arrin tek të tjerët. Bekona këtë mëngjes, ne, familjet tona, fëmijët tanë, o Zot burra dhe gratë që po ndjekin, udhëhiqi dhe drejtoi, ruaj dhe mbrojti, në emrin e Jezusit. Amen dhe amen. Miqtë e mi, ky ishte meditimi për ditën e sotme. Nëse ishte bekim për ju, ju ftoj ta ndani me miqtë tuaj në rrjetet sociale. Thjesht një share, një klikim, një like, një koment, që edhe të tjerët të bekohen. Zoti ju bekoft pafund, letimi bekim për të tjerët, sepse kështu Zoti do na bekojë më shumë. Pres ju takoj sërish nesër.